Sot është një ditë gë e madhe, një ditë gëzimi, dashurie dhe afërsi mes njerëzve. Sot është Kurban Bajrami, që herët në mëngjes zemrat mbushen me lumturi. Fëmijët veshin rrobat më të bukura, shtëpit mbushen me aroma ëmbëlsirash, ndërsa fytyra zbukurohet me buzëqeshje. Dëgjohet urimi me fat Bajramin dhe zemrat afrohen më shumë me njëra tjetrën. Por, Bajrami nuk është vetëm një gëzim për vetën tonë. Islami na mëson që në këto ditë mos të harrojmë askënd, sidomos jetimet, fëmijët në nevojë dhe ata që nuk kanë mundësi të festojnë si ne. Sa e bukur është kur një fëmijë jetim buzëqesh për shkak të një dhurate, një fjalë të mirë apo një cop mishi të dhuruar për hir të Allahut. Ndoshta për ne është pak, por të tjerët mund të jetë gëzim i madh për ditën e Bajramit. Feja jonë na mëson mëshirën, dashurinë dhe solidaritetin. Na mëson të ndajmë të mirën me të tjerët, të respektojmë prindërit, të vizitojmë familjarët dhe të falim ata që na kanë lënduar. Kurban Bajrami na kujton sakrificën, bindjen ndaj Allahut dhe kujdesin për njerëzit. Le të jetë ky Bajram një ditë ku askush nuk ndihet i vetmuar. Le të zgjasim dorën e ndihmës, të hapim zemrat tona dhe të mbjellim gëzim të tjerët. Sepse Bajrami bëhet më i bukur kur gëzojmë edhe të tjerët. Gëzuar Kurban Bajrami.